Përshëndetje përsëri, vazhdojmë programin e dytë, kapitulli 2 mbi kanunin e Laberisë. Kanuni i Laberisë ndahet në 10 pjesë, ka 50 krerë dhe 883 nene. Sot në kanunin e Laberisë do të shikojmë liria, barazia, nderi, besa dhe mikpritja. Pjesa e dytë, parimet kryesore. Liria, barazia, nderi, besa, mikpritja. Në kapitullin e parë, pamë 11 nene. Tani jemi në kapitullin e dytë dhe shikojmë nenet e kapitullit të dytë mbi lirin, barazin, nderin, besën, mikpritjen dhe vazhdojmë me nenin 12. Pjesa 2, parimet kryesore. Neni 12, liria dhe të drejtat. Të gjithë njerëzit lindin të lira. Kushdo ka të drejtë të jetojë i lirë dhe të ketë sigurive të jake në njësi tokësore të vetë qeverisjes vendore. Neni 13, liria e fjalës dhe e mendimit. Çdo njeri ka të drejtë në lirisë së fjalës e të shprehjes së mendimit të tij në mbledhje të përgjithshme të bashkësisë, në kuvent e kudo gjetkë, pa prekur nderin e dinjitetit të tjetrit, mendimi që shfaqet në vend dhe me mend në kokë. Neni 14, liria e besimit. Kujdo dhe të gjithëve u lejohet dhe u sigurohet e drejta e besimit fetar. Kushdo ka të drejtë të zgjedhë fenë që dëshiron ose ta ndërrojë ato, si edhe të ushtrojë lirisht veprimtari fetare. Këtë liri e të drejta janë të barabarta për të gjithë, pavarësisht nga përkatësia fetare. Askush nuk mund të cënojë, të pengojë ose të prishë ushtrimin e lirë të veprimtarisë fetare. Kundër shkelësve, bashkësia e njësisë vendore përkatëse ka të drejtë të marrë masa ndërshkimore deri në dëbimin e tij nga bashkia. Neni 15, liria e lëvizjes. Njerëzit në zonat e vetëqeverisjes vendore janë të lirë të lëvizin dhe të ndryshojnë vendbanimin dhe vendqëndrimin sipas nevojave të tyre. Vendosja e të ardhurave në një qetë më hallë lagje ose në fshat bëhet me pëlqimin e bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes vendore përkatëse. Neni 16, dëbimin nga vendbanimi. Askush nuk mund të dëbohet nga vendbanimi veçse me vendimin e gjyqit të pleqjve apo të kuvendit të burrave kur kryen turp të madh ose vepër penale të rënda. Neni 17, liria e iniciativës private. Çdo person, burrë, ka të drejtë të ushtrojë lirisht iniciativën private dhe të fitojë bukën e gojës me djersën e ballit e punë të ndershme. Pra tek neni 17 i kapitullit të dytë shikojmë liria e iniciativës private dhe këtu theksohet burrë dhe siç shikojmë gjithmonë edhe në kanune, femra ka qenë ajo që është përjashtuar nga barazia njerëzore. Femra ajo që lindën, ajo që jepën jetë, ajo që është nëna, por e gjithë politika gjatë gjithë historisë që në shekuj deri tani gjithmonë ka sulmuar qenien më të rëndësishme nënën. Neni 18, paprekshmëria e të drejtave dhe lirive. Të drejtat dhe lirit e njeriut janë të paprekshme nga askush. Ato sigurohen e mbrohen nga vetë personi, vëllazëria, farefisi apo edhe nga tërë bashkësia e njësisë së qeverisës vendore përkatëse. Neni 19, heqja e lirisë. Askujt nuk mund të hiqet ose të kufizohet liria pa të drejta. Neni 20, liritë dhe të drejtat e pandara nga detyrimet. Liritë dhe të drejtat e njeriut janë të pandara nga detyrimet dhe vlen në një lloj për të gjitha. Neni 21, barazia. Të gjithë njerëzit, pavarësisht nga fisi, pamja e jashtme, origjina, etnia, besimi fetar, janë të barabarta. I miri dhe i keqi peshojnë 400 dirhem. Barazia e njerëzve të lirë është barazia e burrave që kanë nder dhe e mbrojnë atë në bashkësi ku jetojnë një lloj për të gjithë. Këtë dua të lexoj edhe një shënim. Në shumicën e madhe të fshatrave të Laberisë kanë banuar fshatar të lirë të barabartë, por sidomos nga shekulli 17-18, kur u kthellua diferencimi ekonomiko-shoqëror dhe u bë ndryshimi nga feja kristiane në fenë muslimane, pushtuesit osman filluan të jepnin shpërblime tituj e toka dhe gradualisht u krijuar shtresat e pasura, çiftligarë, agallarë, belerë në disa zona që gëzonin privilegje, kurse në Kurvilesh, në Himare, në Tepelena, mbetën fshatra të lirë dhe parimi barazis u ruajt më fort e më gjata. Në hakmarrje gjaku i të mirit e i të keqit çmohet një lloj për të gjitha, përveç gruas. Çmimi i gjakut të gruas është sa gjysma e gjakut të burrit. Neni 22, mosbarazia e gruas. Gruaja nuk është e barabartë me burrin në marrëdhënie familjare, martësore, ekonomike e shoqërore. Kudo burri gëzon privilegj ndaj gruas. Kjo është një kanun që unë kundërshtoj këtë ligje sepse gruaja duhet të jetë një shkallë pak më larg se burri, sepse të gjithë pesha e shtëpisë bie mbi supë grua, sepse gruaja lind fëmijë, gruaja edukon fëmijën, gruaja jep jetë, gruaja mban shtëpinë me pastërti, me ushqim dhe me gjithçka, por fatkeqësisht gjithmonë është sulmuar identiteti i gruas, sepse sa më është shtypur të jetë gruaja, aq më të shtypur do të rrisë fëmijët e saj dhe brezat që vijnë patjetër që do të ndikohen nga ndikimi dhe besimi dhe mentaliteti dhe mënyra jetesës së nënës. Neni 23, kufizimet e të drejtave për gruan. Gruaja nuk ka të drejtë të marrë fëmijën sepse fëmia është e burrit. Edhe kjo është diçka që është e padrejtë sepse
se kujt i përket fëmia e din vetëm nëna. Gruaja nuk ka të drejtë trashëgimin as te baba as te burri. Siç shikojmë kemi vazhdimisht padrejtësi nga qenies nën, grua. Gruaja nuk merr pjesë në shitblerjen e pronës. Gruaja nuk merr pjesë në kuvend. Gruaja nuk mund të caktohet plak zakoni. Gruaja nuk ngarkohet me hetimet e gjykimit të çështjeve penale apo civile, as mund të thirret për dëshmitare dhe as për be. Ndarja si rregull bëhet në mënyrë të njëanshme vetëm nga burri. Gruaja lëviz jashtë shtëpisë gjithmonë e shoqëruar nga i vëllai, kushëriri ose i afërmi tjetër. Gratë e tjera kufizohen të dalin para mysafirëve që vinë në shtëpi, veç zonjës së shtëpisë. Neni 24. Nderi, vetjak dhe burëria. Nderi është vlerë shoqërore për çdo njeri të pasur apo të varfër. Nderi fitohet e mbrohet si normë sjellje në familje, në vëllazëri, farefis dhe në krejt bashkësi njerëzore. Nderi është vetjak. Çdo njeri e ka nderin e dinjitetit personal për vete. Njeriu për një nder ron. Askush nuk mund ta prekë në nder tjetrin. Atij që i merret nderi zihet i vdekur. Më mirë i vdekur e me nder se sa i gjallë e i turpëruar. Sot na ka më turpim katër anë. Vdekja me nder është kapak floriri. Kryesori është të jetojmë me nder, se si vdesim nuk ka rëndësi, sepse do vdesim. Nderi shfaqet në sjelljen shoqërore të burrit plot dinjitet. Karakteri dhe burëria nuk ndahen. Ai që ka karakter është burrë dhe di të mbrojë nderin e tij. Kush humbet nderin, humbet edhe burërinë. Burëria është vlerë e njeriu me karakter, i vendosur në veprimet e tij, në jetën e përditshme. Pra, siç kemi shprehit, si e more burra, si lieti more burra. Ke burëria apo jo? Fjalë burri. Burëria nderohet e respektohet nga të gjitha. Nderi, karakteri, burëria, fisnikëria dhe bujaria janë virtytet të njeriut të mira. Ai që dëshiron të njihet burri nderuar, kërkohet të mbajë fjalën e dhënë ose betimin, të jetë besnik ndaj shokut e mikut. Ka vdek burëria. Këtu dua të lexoj një shënim. Këto kufizime pas reformave të bëra në shekullin 19 shkojnë gradualisht duke u zbutur, sidomos në marrëdhënien bashkëshortore, statusin e gruas në trashëgimi e tjerë. Ismail Qemali në kujtime shkruan se 3 janë vetit kryesore të shqiptarit: nderi, familja dhe atveu. Neni 25. Prekja e nderit. Prekja e nderit të burrit bëhet me fjalë poshtëruese. Pra sharje apo veprime të tjera të turpshme, si i merret arma, qellohet me pëllëmbën në prani të tjerëve, përshtyhet, shpifet për të, i shahet nëna, gruaja, vajzën apo të afërmit e tjerë si edhe për mikun. Deri njeriu prishtet edhe nga vetë ai kur bën turp, kryen veprime të pamoralshme. Edhe nëse një burr e shan gruan, e injoron gruan, e përul gruan e tij, ky burr për mendimin tim është burr pa karakter, nuk ka burëri dhe është i turpshëm. Për prekjen e nderit nuk thirren pleq. Ai që prek nderin e tjetrit ose falet ose vritet, secili e vë vetë nderin në vend. Kush nuk e vë nderin në vend, nuk shihet me sy të mirë nga njerëzia, përshmohet e përbuzet. Ai që nuk e lan faqin e nxirr, s'ka vend në bashkësinë e burrave. Humbja e nderit është barazim me vdekjen morale të burrit. Neni 26. Nderi i shtëpisë. Nderi vetjak dhe nderi i shtëpisë, i vallazërisë apo farefisit janë të pandar. Nderi dhe turpi i çdo pjesëtare të shtëpisë, të vallazërisë ose farefisit është i barabartë për të gjithë, të pasur e të varfër. Çdo veprim i tij o ja zbart o ja nxin faqen, e ja turpëron shtëpinë, vallazërisë ose farefisit. Pjesëtari i shtëpisë, vëllazërisë ose farefisit që të përon, bëhet lanet, pra përjashtohet dhe dëbohet prej saj. Çdo shtëpi, vëllazëri ose farefis e ka për detyrë të mbrojnë nderin e pjesëtarit të saj. Kënga Labe thot, cili jeti more burrë, i kushtohet patriotit dhe burrit të shquar të shtetit shqiptar, Ismail Qemali. Neni 27. Nderi i gruas. Nderi i gruas është i paprekshëm dhe mbrohet në mënyrë të posaçme. Gruaja e ndershme e ruan nderin vete dhe quhet burrëresh e fisme. Sojlleshe. Nderin e gruas, kur preket e vën në vend burri ose babai apo vëllezërit e saj. Ai që prek nderin e gruas zakonisht vritet. Gruaja e pabesë që nuk ruan nderin e saj e nxin faqen e shtëpisë, vëllazërisë ose farefisit, si rregull vritet sepse kështullahet turpi, faqja e nxira. Po pse nuk vritet ai që ja nxin faqen gruas, që e përdhunon gruan, që e rre gruan, që e torturon gruan, që e lën pa dashuri, pa respekt dhe detyron gruan të bëjë gabim? Për mendimin tim duhet të vriten ato burra dhe ato persona të cilët nuk e mbrojnë gruan dhe nuk i japin lumturinë e saj të zemrës, të shpirtit dhe lumturinë familjare. Ato janë më fajtor. Neni 28. Nderi i vajzës së pamartuar. Nderi i vajzës së pamartuar mbrohet me reptësi të madhe. Kush prek nderin e saj, prek edhe nderin e shtëpisë, familjes, të vëllazërisë, farefisit e deri të fshat dhe dënohet me vrasjen e fajtorit. Vajza e mirë dhe e ndershme e ruan veten nderin e saj. Nderin e vajzës së pamartuar e vën në vend kur preket babai ose vëllezërit e saj. Po prek nderin nga vet vajza, vet ajo te plumbi, jo plumbi tek ajo, domethënë vetë vritet më përpara se ta vrasin. I gjithë nderi sillet rreth gruas. Dhe kur flitet për nder,
gjithmonë shikohet në bele poshtë. Nuk shikohet në karakter, në shprehi, në virtyte, në sjellje, në marrëdhëniet familjare, ku ndikimi më të madh sot tek pandërshmëria e gruas e kanë edhe vetë burra të cilët nuk dinë të sillen me gratë, të cilët i dhunojnë gratë, i ofendojnë gratë, i shajnë gratë, i përulin në sytë të tjerëve, nuk ja plotësojnë edhe kushtet e jetesës. Pra pandërshmëria më e madhe i takon burrit që nuk ka karakter për mendimin tim. Më kujtohet këtu një incizim që kam parë në një skenë teatrale të Kosovës, kur martohet një vajzë shkon tek një familje. Edhe pyet burri vet natën e parë të martesës, që thot, "O grua, sot po fillojmë të bashkëjetojmë së bashku, a do marruash nderin?" Dhe gruaja i thot, "Jo." Ai shashtiset, e pyet për së dyti, i thot, "A do ma mbajsh nderin?" Dhe nusja i thot përsëri, "Jo." Kur e pyet për së treti, përsëri nusja e re, pra, që natën e parë të martesës i përzitet, "Jo, nuk do ta ruaj nderin." Dhe në këtë rast djali shkon te babai vet dhe i thot, "Bab, unë çfarë do të bëj? Me këtë nusë si do e vazhdoj jetën, sepse unë e pyeta nusën time a do ma mbajsh nderin, dhe ajo më tha jo." Edhe i tha babai, "Mos i nxitore bir, sepse ai ishte një plak i motshëm dhe i mençëm." Edhe e thiri nusën, "Moj bija ime, dua të pyes për diçka. Përse ju përgjigje djalit që unë nuk do ta mbaj nderin tënd? Çfarë qëllimi kishe me këtë shprehi?" Dhe nusja e re i përgjigjet, "Or bab, unë nuk mund ta mbaj nderin e djalit tënd. Unë mbaj nderin tim dhe ruaj nderin tim për veten time." Pra, sikush mban nderin e tij. Siç e kemi një shprehje të vjetër, se çdo qingj varet nga këmbët e tij. Sot në kapitullin e dytë pam liria, barazia dhe nderi. Pasi shikojmë liria dhe barazia, nuk është e barabartë dhe sidomos gjatë kohës osmanllie, duke u futur edhe ligjet e sheriatit, kjo ka ndryshuar, sepse nëse shkojmë në histori më të vjetër shqiptare, sidomos në kohën ilire, femrat shqiptare ishin të barabarta me burrat, ato shkollonin së bashku me djemt, ato shkonin në merrin si mushtarakë së bashku me djemt, pra kishin një barazi. Këto e vërteton edhe fakti që kemi pasur disa mbretëresha të cilat kanë edhe hequr në kohën ilire. Mirupafshim në kapitullin e 3 dhe në kapitullin e 3 do të shikojmë kreun Besa, që është kryesore për shqiptarë. Besa e shqiptarit, spurteka e arit.